Bordi i Transparencës ka vendosur të ndryshojë sërish çmimet e tregtimit të karburanteve në vend, duke reflektuar një ulje të re për naftën dhe një lëvizje të lehtë për biznesin. Sipas vendimit të fundit, çmimi i naftës ulet në 5 lekë për litër, nga 188 lekë që ishte më parë. Nafta do tregtohet në 183 lekë për litër në shitje me pakicë, ndërsa çmimi me shumicë është përcaktuar jo më shumë se 171 lekë për litër. Ndërkohë, edhe benzina ka psuar një ulje të lehtë me 1 lekë për litër, duke e vendosur në nivelin maksimal për 170 lekësh për shitje me pakicë. Çmimi me shumicë i benzinës është caktuar në 158 lekë për litër. Vendimi i ri i Bordit të Transparencës do të hyjë në fuqi në orën 14 të kësaj të shtunët dhe do të mbetet në zbatim deri në mbledhjen e radhës, ku pritet të rishikohen sërish çmimet në varësi të tregut ndërkombëtar. Autoritetet kanë bërë thirrje të gjithë operatorëve të tregut të respektojnë vendimin e përcaktuar, duke paralajmëruar se në rast shkeljesh do të merren masa administrative deri në pezullimin e aktivitetit.